Forcës së Sigurisë së Kosovës, generali Bashkim Jashari, priti në takim pjesëtarët e operacioneve speciale, të cilët përfunduan me sukses një trajnim intensiv në xhunglat tropikale të Belizes. FSK-ja njofton se ky trajnim u zhvillua si pjesë e programit përgatitor për operacione në mjedise të vështira dhe komplekse, në bashkëpunim me njësitë parashutiste të ushtrisë së Mbretërisë së Bashkuar. Gjatë trajnimit, pjesëtarët e FSK-s u aftësuan në mbijetesë, lëvizje taktike dhe operime efektive në kushte ekstreme. Trupat u përballen me terren të dendur, klim të ashpër tropikale dhe lodhje të vazhdueshme, duke testuar në maksimum përgatitjen e tyre fizike dhe mendore. Ky angazhim kontribuoi në rritjen e disiplinës, qëndrueshmërisë dhe bashkëpunimit ndërmjet pjesëtarëve të FSK-s, thuhet në njoftim. Me këtë rast, generali Jashari përgëzoi pjesëtarët për profesionalizmin dhe suksesin e treguar gjatë këtij trajnimi sfidues, duke vlerësuar përkushtimin dhe gatishmërinë e tyre për të vepruar me vendosmëri në çdo mjedis operacional. Forca e Sigurisë së Kosovës i është bashkuar ushtrive partnere të SBA-s në ushtrimin fushor Saber Junction 25 në Hohenfels të Republikës së Gjermanisë. Me ftesën e ushtrisë amerikane, FSK-ja me një kontingjent i është bashkuar ushtrive partnere të SBA-s në ushtrimin fushor Saber Junction 25 në Hohenfels të Republikës së Gjermanisë, thuhet në njoftimin. Ushtrimi sipas njoftimit është i dizajnuar që të testojë dhe vlerësojë gatishmërinë e njësive luftarake të ekipeve luftarake të brigadës së këmbësorisë dhe njësive të tjera si pjesë e rotacionit për misionin e KFOR-it në Kosovë. Forca e Sigurisë së Kosovës po merr pjesë me një kompani të këmbësorisë dhe një skuadër të materieve të rrezikshme, me qëllim demonstrimin e profesionalizmit dhe ndërveprueshmërinë me vendet partnere.